Ciao, cara Dolce, e di që je mirë se je në qendër të vëmendjes, se sonde do dridhen themelet e Big Brotherit, se vëllai i madh do t'rregojë ato që ti në gjuhën italiane thepër e dushin, që nuk ke ndonjë afeksion, që nuk ke një dashuri të madhe, që nuk ke ndonjë simpati, thjesht një flirt. Por sidoqoftë, Ujërat Produksioni ka trazuar që me festën e ditëlindjes së Dolces brenda shtëpisë, ku i dha vetëm 10 ftesa për banorët që do t'i kishte në partin e saj aty, ku bë dhe një lloj katrahure, por gjithë ky lloj popoziteti e gjithë kjo mbështetje me make-up artista, me një dark shumë luksoze, të shtruar tepërtej, sigurisht që e ka servirur për të nisur këtë love story në thojza në tentativ që ka Edi me Dolcen, pra për të bërë protagonist me të shtyme nga produksioni për të qenë ata sot një nga temat që të diskutohet, siç e Ceka, vëllai i madh, ka dhënë të drejtën dhe do t'jap sonte në Prime të gjithë atë çka Dolce ka thënë në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali, gjë që Edi nuk e din. Edhe çfarë po bën ky? Dolce ka bën sot fiks një javë që është futur në shtëpinë e Big Brotherit, është rifutur më saktë. E sigurisht gjatë këtyre ditëve të gjithë e prisnin, se unë jo, që të kishte një lloj konsumimi të raportit të tyre, që të kishte një love story të dashuruar, do deheshin në krahët e njëri tjetrit, por çfarë pam në 7 ditë? Vetëm më falni, këtë pam, vetëm gjumë dhe asgjë tjetër. Dhe tani, çfarë po bën Edi, i cili është kthyer në një lloj llafazani lagjes, ku po kap çdo banor duke treguar dhe duke përjetuar një lloj, le të themi, dileme se çfarë ka Dolce me të, po shikoj një lloj zbeje të afrimitetit, një lloj zbeje të interesit, sigurisht në kuadër të lojës është gjithë kjo, se nuk ka njëri që e beson që mund të ketë një love story të sinqert midis të dyve, kush e beson nuk e di se si e beson një gjë të tillë, por gjithsesi kjo është një nga temat që do të trajtohet sonte në Prime, pra kjo krisja e një çifti që kur nuk kishte hapat për të bërë çift, edhe pse janë plaqitur, siç kam thënë unë, që janë puthur me njëri tjetrit, po thjesht në kuadër të lojës edhe për të qenë protagonist, gjë që nuk u bë dhe u desh një ditëlindje, u desh kjo gjë që ata të jenë paksa në qendër të vëmendjes. E sa i takon Edit, është bërë viral me një gjest as pak të hishëm, me një gjest shumë ordiner, me një gjest shumë vulgar, ku në tualete është së bashku me Klodin, në anën tjetër është Eliona dhe lëndrimi duke pastruar dhëmbët dhe e bën në mënyrë shumë banale, shumë, nuk e di, nuk dua t'i vë një emër se do të ofendoj dhe vetë emrin duke e cilësuar sjelljen e Edit, por në mënyrë shumë vulgare, mënyrë se si Eliona po lante dhëmbët. Sigurisht që nuk është diçka që është pëlqyer në një kohë që këtë i sillet si vëlla për Elionën, ndërkohë nga ana tjetër përballë saj në krah me Klodin që zgërdhiet, nuk e pa mas zgërdhirjen e Klodit, çfarë kishte kaq shumë për t'u gajasur, por e kemi thënë, e kam thënë dhe e kanë thënë dhe të tjerët, majsa po kuptoj dhe në rrjetet sociale që Klodi thjesht në atë lojë ka veshur petkun e atij djalit që bën gallata, që në Prime bëhet si një lloj dirigjenti që ngre dorën se kush ka të drejtë e kush jo, ja fut një të qeshur, një të zgërdhyer dhe nuk e ka zhveshur veten nga komplekset, apo nuk e ka zhveshur veten nga ajo që kërkon të jap në Big Brother, dhe është ende në këto editime ka mbetur thjesht në editimet me lëndrimit, edhe të gjithë kanë rënë dakord dhe bien dakord në ato që unë lexoj, në ato që shikoj, dëgjoj në për komente, në për emisione në rrjetet sociale, që po ja merr të gjithë energjinë lëndrimit dhe don që të ketë një lloj krisje apo dhe një lloj raporti me Elionën, dhe veprimi i Edit unë besoj që është ndoshta momental, një veprim që tregon se kush është ai që bën batuta kaq shumë të pista dhe të vështira, sigurisht që tregon fytyrën e tij të vërtetë, sa kaq ajo shtëpi në këto 2 ditët e fundit, pra të shtunë dhe të diel, nuk ka qëndruar as pak e qetë me fjollën, që nuk ka filter komunikimi, që nuk ka filter ku shan apo ofendon. E kemi parë që edhe familja Edit ka reaguar për fjalën që e ka thënë bir ... Sigurisht që fjollën e kemi njohur të tillë,
Fjolla nuk ka një stop, fjolla nuk ka filter, fjolla nuk ka kufi, fjolla nuk ka një ndroje të një morali që duhet ta mbaj, është në atë shtëpi, pas një lloj kriteri, pas një lloj tolerimi ndaj vetes edhe pas një lloj kufizimi. Sigurisht që deri më tani publiku po e pëlqen se po zgjon banorët nga gjumi dhe ka një lloj egërsie apo dhe një lloj burrneshe që i del situatave dhe siç ka thënë që nuk krijoj situata, por kur përballen me to, u ja përgjigje siç ndodhi me Edin, siç ka ndodhur me Albon, por edhe me Labin. Ka pasur shumë situata në këto 2 ditët e fundit fjolla që sigurisht do të trajtohen në prime e do t'i tërhiqet vëmendja për gjuhën pa fre, për gjuhën pa etik dhe për një edukat, për një mirësielje që e ka shkelur me këmbë, sigurisht që jo vetëm ajo, por ajo që nuk e kuptoj ende, realisht nuk e kuptoj ende se si lejohet bia kalif që e kanë marrë nga rruga, e kanë futur në një shtëpi me të famshëm, supozohet Big Brother VIP, është emërtimi i formatit dhe i programit që prek këtë doj, nuk i vjen asnjë paralajmërim apo zarfizi, bështyne, gacmone, bën sjellje vulgare, sjellje ordinere, sjellje që nuk e di vetëm në OnlyFans ajo i bën, i del kundër vllajt madh duke i thënë pusho, pra ka shumë vlerë ka për formatin një personazh i tillë që anashkalohet çdo lloj veprimi që ajo bën, çdo lloj veprimi duke cënuar dhe banorët e tjerë. E kemi parë që për diçka të vogël vllai i madh reagon, i thot kujdes mikrofonin, por këtyre disave me sa duket bën një sy që nuk shikon apo bën një vesh që nuk dëgjon, por sigurisht gjërat që ndodhin në atë shtëpi nuk kalojnë pa bërë virale në rrjetet sociale, e sigurisht aty e marrin ato hovin e diskutimeve, e marrin ato hovin e kritikave, por edhe ku ndodhi gjëra të bukura, marrin edhe ato hovin e mbështetjes. Ka qenë një fundjavë e trumbulluar me shumë situata, me shumë polemika, me fes, me grindje, me çirrje të zërit të banorëve. Shikojmë se kush do të përmbahet sonde në prime për të dhënë një formë tjetër, apo urojmë që noti të mos justifikohet për gjëra që ka bërë, edhe pse ende kryefjalë që prej se ka hyrë deri më tani vijon të jetë Fjolla Morina me të gjithë situatat që ajo po kap, me të gjithë banorët. Ai sa i tha dhe Edi që une përqafoj mendimin e saj që ti këtu i thjesht me këtë gjën e sajuar që po bën me Dolcen, se nuk e asnjë lloj ndjesie, asnjë lloj dashurie për të, për thjesht përqendron në kurrizë të saj. Pra e pranoj që Fjolla ka plotësisht të drejtë, po shikojmë se si edhe këto 2 personazhet, Edi dhe Dolce, që nuk ja kimi ndier zërin në asnjë prime. Shikojmë se si do ta pasqyrojnë këtë love story-n e tyre. Nëse do të ketë një zarf të zi, nëse do të ketë një tërhiqje vëmendje, nëse do të ketë një dënim për banorët, duhet edhe në kuadër të lojës për ta bërë situatën më dinamike dhe për t'i dhënë një tjetër hov, por edhe për të treguar që ne si produksion marrim masa dhe duhet patjetër sonte në shtëpinë e Big Brotherit të jetë një zarf për të dënuar disa banor për sjelljet e tyre që kanë kaluar çdo kufi dhe nuk duhet toleruar, pasi po hipin nga mal e nuk e di ku të shikojnë poshtë se sa keq do rrëzohen. Do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto situata që po ndodhin në shtëpinë e vëllait të madh në Prishtinë, dhe më kryesorja është të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.